shërbimet ne po i bëjmë europiane, kjo nuk diskutohet. Edhe këtë ligj ne po i bëjmë pikërisht për t'i thjeshtësuar dhe për t'i bërë sa më europiane këto shërbime, siç janë shërbimet njërë në bujqësi. Aq i shpesh atje sa themi dale njërë kush jeti që shikojmë që nga koka që po vjen ai, se shtuesh në kafe. S'aplikon dot për naftë. Si ka mundësi e buridheut që aplikojnë gjithë për të marrë kur kishte kohë për të marrë lekët e naftës dhe shërbeshin vetëm ata Partisë Socialiste. Pastaj çfarë do ngelte në pikë në litër naftë do të shërbeshin dhe tjerë. Pra ne shërbehemi, po si shërbehemi? A quhet shërbim që të përmytesh dhe mos marrësh asgjë? A quhet shërbim kur ne bërtasim orë ka rënë 90% të mbjellat me grur në fushat e Myzeqes? Këto sistemet, a punojnë të pi, va vën alert të shërbimet? Po si shërbejnë që po patet 2 lop nuk merë, tani e kanë ullë, e kanë bërë nga 10 lop, e kanë bërë 5 lop. Pa i që ka 2, 3, 4, pse nuk marë ka? Që ndryshimi ka nga që ka 5? A ky s'du të haj buk, a ky nuk shpenzon për këto lop që ka? Shërbim pra, a i vini në shërbim këtyre njerëzve? Mbashtrimin e derrave, thot Ministria e Bujqësisë, 5 derra, po nuk bate 5 derra nuk me le. Dhe po kalojmë në kushtet e qesharakës, ju po talin me këte milet. Ngrica bëri namin, dhe ju e dini mirë se që dhe erdhët pat, Ministër Mbrojtje, Ministër Bujqësie, doj merni, nuk diskutohet, qetësoni, se erdhi shërbimin, do t'ja sjellëm lekët shtëpi o pingat. Dini gjejo anë, unë nga Myzeqes kam gjurë njëri që të marri. Morën pra s'morën. Edhe pritëm dhe vajtë domate 5.000 lekë. Shërbim. Ta shi ullë, më falë, po, lash. Vjen me 500 e baj me 5.000. Do më thënë, dhe këto kush arriti që të hajë Myzeqia domate 5.000 lekë, do më thënë, kjo është drama me madhe që mundohet me bujqësinë. Ka që? Apo me specën që u tha gjitha nga Ngrica. I shërbeu në njeri këtyre? Se temi shërbime. Askush. Si që u shërben mjekësi, pra se këto do të gjitha do lidhe me sistemet, me mrokla që vi vërdal. Bët aplikosh, rëks punon sistemi, hape i thu që doktorit, shiko, mos e bëbë prerje barku, ti thot aji, se ati është plotësur numri, nuk prejtë sistemi. Po bëbë i tjetër, thu që më dhëmë krahërori se është hapë sistemi vetë për atë, po shpejt zito. Rëk sistem, del përgjigja, takojmë në gusht. Ky sistemi, to ofrimet e shërbimeve. Ne themi i Albania, kishte javë, një miku im, do të të mërë që ka vdekje për familjar, o pingat, vide vërdal, s'punonde, më rokla. Vino të do e foli lafëre, se nuk del as gjatje, as nuk po e shtypim. A e vi vërdal, viu sistemi. Sistemi. Ku është sistemi, pra? Certifikata, si do të dalin, ku dalin të certifikata nga ky sistemi? Këto gjëra civile. Po mi me kaq shumë i thjeshton ju këto sistemet, sa vjen ata pleqtë e shkret, në vend se më para të shkohen të ta merrte certifikate gjëra civile, paguajte 500 që ekri, se përndë ajo 500 me 1000 lekë. Të të pagojë 10.000 lekë për të shkuar të ato bizneset private që kanë ofrojnë të shërbim për qytetarët, pra ofrojnë një shërbim falas, por do pagush lekë më shumë se sa jepi 500 lekë dikur. Si ka mundësi këto? I ka parë njëri këto vërdallë në për qytete? Se ata pleqët, jo vetëm nuk e njofin në vend i thoni mili, i thoni meri. Sa është e vërtet as kjo, ha?
Hajde me mua lushe se ta shikosh afro bashkia për afro ai të dritë të hia. Mire, këtu kërë sportele kare, po s'ka njerës. Sportele mund të ketë, po s'ka njerës. Si që janë sportelet e policisë për gjobat, që ti brana 15 ditë të pagush gjysëm, a e të delë sistema 17 ditësh, do pagush dhe ka matë vënesën. Që të delë e në sistem. Po kishtë probleme sistemi, që ati bëjë unë sistemit? A sistemin e hangja akshi, pju me verë. E hangja akshi, e pju dhe me verë 33.000 euro, ku po shushishet e verë si mushe me euro. Ky e sistemi. Sepse një sistem, ose një përditësim që bënde 100.000 euro, janë ullën 5 milion euro. Në vend që ti majnë ata të shkretët në i kore buk, majnë ata pension, majnë një shpërblim, jo, di duhet që në akshit, se ishte alegji, ishte pas shpi, ishte me qera, ajo rrinte pishin, edhe ne kishim hall, mbledhnim GoFund për t'i bler karçanas, për t'i pagur lek për qeras. A shkreta ajo ore. Ajo jepini popull, se për ju po munona. Doli 1, 2, 3, shpije 4, verë 3 euro, gjatë vogle, burë. Një gëllën 1.000 euro. Një gëllën 1.000 euro. Në jahtë, se është problem fare, për shërbim për poplin, edhe jahti. Se pa tjetër ata lodheshin shumë. Pastaj dorëzorët e ligjit me propozuat. Pse ta kthem private? Si Jovan Bregu se deshet magazineri Jovan Bregu e bën krushk. Pa mos e tenderojmë, pse ta tenderojmë ne vjedhim kështu rreke, krijojmë shoqëri private. Të lodhemi ne deri pa tendera. E të vend marrim një respekt, i fusim makinë, e të detyrojmë që të heqin ofertën. Pse po dallemi ne bëjmë shoqëri brenda ne? 49% atë edhe e marrim gjithë me verë, me arkë dhe erot mrena. Po që do t'i thot kryeministri shqiptarëve tani që na ishte pa shtëpi, që e mburti që s'kishte marrë asnjë, që ishte sinqert, që sistemet i kishte korrugulluar. Kështu që të gjithë këto sistemet, këto iraniant e akshit, se ishin iraniant e akshit këta, se si ishin iraniant e akshit, me gjithë atë që kontrollon dhënat tona personale, janë bërë si qarapet grisre, kështu fare që rrinë djel ato ashtu, se ka djek djeli. Ashtu janë dhe dhënat tona dhe gjithë se cili për nesh. Kështu që shërbimet që ju ofroni njerëzve sot, ka vetëm një përgjigje, nuk ka sistem. Kudo që të vesh më para gjej një sebeb, sot ka vetëm një shprehje me buzëqeshje, nuk ka sistem. Atëherë si me shërby? Si me shërby këtyre njerëzve? Se dhe ministja që e dinte që nuk monde as i laç, si ka para ato sistemet, se atje lushe thonë, mungojnë 13 medikamente, po nuk është herë tenderi, që të bëju? Tender për vigona. Hajde, mik, hajde. Shnet dhe fjallë e vërtet. Sepse po t'i japu në listën e medikamenteve atje, do të shikoni jo që jo mungon, po s'ka asgjë fare. Se me të hangë qend që ka lëshur kështu në për qytetet, nuk ka tetanoz, tërbohesh. S'ka pra sisteme nuk ka. Dhe nuk i shërbehet qytetarit me për asisen. Kjo është e vërteta e hidhur, që qytetari nuk e di është lërë në kushtet më mizerabël, bujësia në kushtet më mizerabël. Sa mira njerëz kemi ne, ju do doni me shkatru. 3 hektar, thot ai, kismet Ministria Bujqësisë, t'japi ty në lek. Jo, 10% do të rimbursojmë në ty, po jo tani. Ti shit një tani, qoj atje, pa kismet nga enari tjetër. Ngrofu njerë në djel, pastaj masin ngrofesh nga djeli, nga shtatori, flasi prap. Po prap do kalosh në përmjet sistemit.
Sistem gjithandej dhe sistem s'ka skun. I lumë atyre taksit, ata në drejtim pa ditur, ju i të kërkoni drejtim pa ditur, vera iku drejtim pa ditur, vetëm jahti ngelin port me që të bëjnë të portet e reja, të lozin të pa diturit e tjerë, se që ndodhë me pa diturin e sistemi tonë. Faleminderit.